30. Adhurimi dhe pendimi. Adhurimi apo ibadeti. Adhurimi është çdo mendim, ndjenjë, fjalë, veprim apo sjellje me synim të fitimit të kënaqësisë së Allahut nga ana e njeriut, si rrjedhim i dashurisë, respektit dhe lidhjes që ka me Zotin e vet. Përmes adhurimit në besim, iman, zbatim, islam dhe mirësjellje, ihsan, bëhet manifestimi i adhurimit. Mos zbatimi i tërësishëm apo i pjesëshëm i adhurimit çon në mëkat. Mëkatet janë shumë llojesh, por gjendja më e rëndë është kur njeriu është hipokrit në besim, munafik, mohues apo kafir, apo shoqërues i Zotit, mushrik. Kjo gjendje mund të përmirësohet vetëm me pendim. Në të kundërtën, vuajtja është e përhershme. Proverb. Belaja e njeriut është nga gjuha. Pendimi, teube. Pendimi, teube, është gjendja shpirtërore kur njeriu ndjen mos pajtim me fjalët apo veprimet e veta për mëkatin që ka kryer. Kjo do me thënë kur i drejtohemi Allahut xhaleshanuhu me lutje për falje. Njeriu gjatë jetës ndodhet në sprova të ndryshme. Gjatë këtyre sprovave, njeriu ndodh të harroj pozitën e tij prej njeriu dhe harron edhe krijuesin e vet. Duke marrë parasysh se asnjë njeri, as krijesë tjetër nuk është e përkryer, të gjithë kemi nevojë për pendim dhe kërkim falje. Ai që vdes dhe nuk ka kurfar falje paraprakisht, do të ndëshkohet për veprat e veta të liga. Pendimi duhet të jetë i sinqert, me vendosmëri që mëkati nuk do të përsëritet. Disa mëkate të rënda si kufri, mosbesimi dhe shirku, politeizmi, janë të pafalshme. Për të falur mëkatet e tilla, kryerësi duhet të pendohet dhe të kërkojë falje. Në të kundërtën, ata do të jenë përgjithmonë në dënim. Të gjithë njerëzit janë të gabueshëm. Gabimet e tyre janë të ndryshme, të mëdha e të vogla, të qëllimshme e të paqëllimshme. Po njeriu në rast gabimi ka rrugën e hapur për pendim, teube. Pendimi është rruga e vetme për faljen nga Zoti i Madhërisëm. Pendimi është i bazuar në Kur'an dhe Hadith, ndërsa njerëzit vazhdimisht duhet të pendohen. Zakonisht pendimi bëhet gojarisht. Sinqerisht, më thellësisht nga zemra kanë vendosur që gabimin e caktuar kurrë nuk do ta bëj. Pastaj thot: Estagfirullah, 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 wa etubu ilejh. O Allah i mëshirshëm, sinqerisht pendohem për gabimet e bëra dhe kërkoj faljen tënde. Pastaj lexon amentu billahin dhe kelime i shahadetin. Në rast se pas një kohe gabojmë sërish pendohemi dhe sërish i drejtohemi Allahut për falje.